Duke e ndarë tipologjinë e vizitorëve që kemi, turistë të huaj apo vendas, më së shumti janë turistë që vinë nëpërmjet dental turizëm. Ata janë të përditshëm, janë miq tanë që gjithmonë vizitojnë shtëpinë muze dhe muzeun që kemi, muzeun historik, arkeologjik dhe etnografik që përmbledhen dhe shumë foto të bukura që japin vërtet një vlerë të veçantë. Këta turistë ka pasur grupe që janë të interesuar edhe në periudhën komuniste, pra duan të dinë si ka qenë. Edhe më së shumti na kanë kërkuar të vizitojnë edhe kinoteatrin Vaçezela, pra ishin shumë të interesuar se si ka qenë perceptimi i muzikës apo i ndërtimeve të asaj kohe. Gjithashtu kanë dhe monumentin Toka Jon, që është pothuajse ngjitur me bashkinë. Shumë interesant, po. Është një monument që është i veçantë, tashmë është pjesë e qytetit, ai simbolizon ndarjen e tapive, që është reforma agrare. Gjithashtu përveç atyre mund t'i tregojnë vizitorët dhe ato monumente që kemi këtu pranë shtëpisë muze, siç është Shqiponia. Gjithashtu është dhe vepra e skulptorit Maksim Bushi, që unë e quaj një vepër të rrallë, që është bullica në momentin e përlymjes.